Përshëndetje nga kuzhina e Irit, sot kam vendosur përgatit për iftar, një iftar të shpejt edhe të sheshëm. Këto qoftet shari, i kom përgatit me parë, recetën e kom postu, tash i kom zerë hazër edhe tash më do këtë sikur se me pa përgatit nëna ime të gatshme, si që përshifni. Mandej morim patate, 1 kilogram patate, i kemi grishtu, jo të shumë trash, as shumë hall. Mandej 2 qep, vaj, 1 lugë të gjellës me biber të kuq, 1 lugë të gjellës me veget, edhe mozën që e kom postu recetën pashto. Bismillah, fillojna me përgatitjen e iftarit. E marrim tepsin edhe hedhim vaj. Lëm vajin që të nxehet mirë. Vaji është nxehur, tash i marrim patatet edhe i hedhim. Heqim e pashtu patatet mirë me ujë. I kemi grishtu sa janë patatet e gjoma, veç i kemi nda kështu, jo tjetër trasha, si që shëfni. Dy qep pashtu, jo grinë me hallë, edhe i ka vedishëm së bashku. Basi kemi ka vërdis pra mirë patatet me qep, tash marrëm 500 gram nga kjo moza që e të përgatit me polët mozës, është si pa vlak i rrëllë pra, edhe ja qeshëm. Vegetën, biberin e kuq, edhe i përzina mirë. Furrën e kemi lëshu është në temperaturë 230 gradë. I kemi përzi mirë, tash i marrim qoftë që janë kështu pra, qoftë shari, ose pleskavica shari, se kokna abit. Kom thonë qoftë, pleskavica shari, pra dhe i renditin mbi patate. Ska lidhe si qofte se pleskavica njej e kanë shirin për. I renditin për mi. I kemi rendit pleskavicat për mi, veç ka pak vaj ja qesim tash për mi. Edhe marrim letrën për pjekje që kemi lagë me ujë ja qesim pashto për mi. E mbulojna tepsinë edhe fusim pra tepsinë, furrën e nxehur në 230 gradë. E kemi mbullu pra tepsinë, e fusëm e njëherë në furrën e nxehur në temperaturë 230 gradë. Edhe tepsinë e kemi hek prej furrës, mashallah, një iftar tradicional që ne kemi qefni Shqipet. E shefni e langshme, pashto edhe pleskavicat e sharit e shefni, janë bo perfekt. As nuk djegen për mi, edhe bon buta edhe ja vlen ta provoni për një drek ose një dark me shije perfekte, ashtu si që ne i kemi zakon shqiptarët, pra që tradita jonë me e mira, për mu e për krejt, kush është shqiptar, po na duket. Iftarin ishte kështu pra, pleskavica shari me patatën furrë, një iftar tradicional me shije fantastike. Neve na beft mirë, Allah na pranoft agjërimin, se cilin për neve, kush e kemi agjëru ditën e sodit. Faleminderit për përkrahjen që ma bëni, komentet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina e Irit të them. Miru pafshim!